Zgjedhjet e 11 majit, rezultati I tyre, si edhe le të themi situata politike aktuale në vend, do të jenë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë të zhvilloj me avokat Besart Logu, që e kam në studio. Përshëndetje. Mirë se vjen. Në një lidhje direkte do të jemi me sekretarin e përgjithshëm të Omonia, zotin Marin Suli. Bashkë me ne do të jetë edhe kolegu Ardit Rada. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Përshëndetje të gjithëve. Do ta nis me Besartin, duke qenë se ne kemi diskutuar edhe më herët për humbjen e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk e konsideron humbje, e konsideron si një farsë zgjedhore gjithë procesin që ka ndodhur. Nuk thot kemi humbur, po thot jemi vjedhur. Po, tani, Fjori, për sa kohë Partia Demokratike e ka denoncuar pjesën gjatë gjithë fushatës zgjedhore të përdorimit të burimeve njerëzore, financiare, asetet shtetërore. Pjesë ka bërë vetëm 3 ditët e fundit në këtë fushat. Jo. Madje ne e kemi komentuar. Fjori, pranë Partisë Demokratike ka qenë ngritur një grup pune, një task force, le të themi, për çështje zgjedhore. Strukturat vendore janë porositur që të majnë në monitorim personat caktuar, drejtor, titular, eksponentë të cilët blejnë vota, dhe strukturat vendore, degët e Partisë Demokratike kanë raportuar dhe Partia Demokratike gjatë gjithë periudhës së ndalimit zgjedhor, që është ky 4 muajshi nga 11 janari I bi deri me 11 maj, ka monitoruar këto individ, ka bërë kallëzime penale në varësi të jurisdiksionit si në SPAK, ashtu dhe në prokurit e rrethave, ka bërë ankimime në Departamentin e Administratës Publike për funksionarë lartë cilët nuk ju lejo në bazë ligji për në punë civil, që nuk ju lejo të shprehin apo të marrin pjesë në aktivitete partijake. Pra, Partia Demokratike dhe pse ka pas rezervat e saj në lidhje me integritetin e institucioneve, prape ka kulturën institucionale dhe I ka referuar këto raste gjatë gjithë kohës në institucion përkatëse, qofshin këto civile, administrative apo penale. Dhe vim sot, dita ditës, po provohet që nuk është thjesht pretendimi I opozitës, po është fakt që rezultati I 11 majit nuk është një vullnet I lirë I zgjedhësve që të zgjedhin mes alternative PD, PS, me radhë gjithasa 11 subjektet që ishin garuse. Dhe Partia Demokratike këtë ka barën e provimit të pretendimit radhë para demokratëve, para atyre që e kanë votuar, të provojë se ne jemi vjedhur. Pastaj dhe para opinionit publik, pastaj dhe para opinionit ndërkombëtar të cilët janë informuar në lidhje me çdo paraqesit të cilat janë konstatuar. Po praktikisht unë në këtë studio e kam thënë këtu e 3 muaj para se të fillonin pretendimet e opozitës, kryesisht për votën e diasporës. Ja u kam thënë shqip që opozita e ka kërkuar votën e diasporës pikërisht për të njollosur procesin vazhdim. Për të thënë shqiptarëve se ja, siç po ju vjedhin brenda, këto nuk kursejnë, pra socialistët nuk kursejnë as votën e diasporës. Edhe sot jemi përpall këtij fakti, pra, që pa filluar mirë votimin e 11 maj, u turrën gjithë me pretendime rreth votës diasporës, dhe unë nuk duhet ndalim gjatë se kemi diskutuar dhe me Marinin çështjen e Greqisë, DHL-s me radhë. Ju kam thënë shprehimisht që janë kundër task force-s së SPAK-ut në terren, ndërkohë që prezenca e SPAK-ut dhe BKH-s në terren nuk do sillte asgjë tjetër përveç se do të kapte në flagrancë disa raste, sikur se ndodhi, kontrolle automjetësh, kontrolle lokalisht e gjitha me radhë. Dhe në fakt s'ka kap asnjë. Por kanë qenë kundër prezencës së task force-s speciale të SPAK-ut për një arsye shumë të thjeshtë, sepse nëse SPAK-u nuk arrin të zbuloj krime zgjedhore të këtyre përmasave siç pretendon sot Sali Berisha, duke qenë se SPAK-u është dhe institucioni me besueshmërinë më të lartë në vend, SPAK-u do të ishte një certifikim më tepër I zgjedhjeve përveç KQZ-s. Tani që Berisha nuk do t'i njihte zgjedhjet, nuk ka ndonjë çudi të madhe, ne e dim. Por rezultati I Partisë Demokratike e kemi shpjeguar dhe po ja u shpjegoj edhe një herë. Meqense se avokati tha që kishte 11 subjekte në fletë votime të gjitha me radhë. Në 11 subjekte në fletë në votimit 8 janë fraksionet Partisë Demokratike. Këtë kuptoni. Vota është matematik. Janë 120.000 vota që I ka ikur Sali Berishës tek Agron Shehaj, tek Dashamir Shehu, tek Lulzim Basha,
tek Adriatik Lapaj e kështu me radhë. Kështu që të gjithë pretendimet se është përdorur administrata apo janë përdorur burimet shtetërore në zgjedhje. O zoti Rada, më fal, të lutem. Të lutem. Opozita pretendon që ato 830.000 sa doli Partia Socialiste janë vota të blera, nën influencë. Do ta bëjmë debat. Një ndërhyrje shumë shkurtër. Për sa kohë opozita, jo se me fokusu dhe debatin, për sa kohë opozita thot, ato 830.000 vota janë të influencuara, janë të blera, janë po nuk po them të 830.000, o Fjori, nuk po them të 800.000, po jo, së është e rëndësishme, jo, të lutem, po jamën të një fjali, nuk mundet kur opozita pretendon. Paroj pra një sekundë. O zoti Rada, të lutem, ma jep këtë mundësi. Një fjali. Tani, kur opozita thot, ky rezultat, ikim nga shifrat, është i manipuluar, është i trysnuar, nuk kush del dhe e mbron rezultatin e Edi Ramës, nuk mund dalë me argumenta që nga 11 subjekte 5 i ke fraksionet PD-s. Po, janë fraksionet. Që të thot kjo? Që legitimon 830 PS-s? Ju e keni pranuar shumë. Që legitimon 830... Opozita është fragmentarizuar. O Fjori, nuk mbrot 830.000 votë që duke argumentu që ke pas fraksionet PD-s. Partia Socialiste nga 2021 ka rënien votën popullore, e para. E dyta, përdorimi administratës që thua ti, ne jemi dëshmitar 35 vjet, e dimne edhe se si mbushte Partia Demokratike mitingjet me Bashkinë e Kamzës dhe të Vorës, kur kishte bashki. Tani, e gjithë kjo çështja që më PD-ja s'ka bashki dhe pushtet lokal, është faj PD-s dhe është faj PD-s që nuk mori pjesë zgjedhje, që mori pjesë ashtu siç mori, e të gjitha me radhë. Tani, Partia Demokratike për hir të së vërtetës qeshët i ka mbushur për herë. Po pse priti ti mbush me administrat bashkia, po ç'm... Të lutem Fjori, Partia Demokratike sheshet i ka mbushur edhe 97-ën. Nuk është një çudi. Plot e kishte edhe 97-ën. Po nuk priset ti mbushë me administrat pa. Është përkthehet në vot. Tani që të përkthehet në vot, pra, unë i them ka marrë tjetër 120.000 vota. Kujt ja morën 120.000 vota këta që? Kujt ja morën Berishës apo Ramës? Se këtë s'po kuptojmë ne. Tani, Ali Beja dhe Basha dhe Sheja ja morën Ramës këto vota? Po që lidhje ka me pretendimin që janë blerë vota dhe ka qenë krimi në terren, mo? Që është këtë diskutim? Unë do harroj çfarë do them, edhe pastaj do merremi vesh. Sali Berisha, ditën e parë, mbas 11 majit, ka akuzuar se opozitës janë vjedhur 33 mandate. Mbrëm, në një televizion tjetër, deklaroi se janë vjedhur 25 mandate. Tani, nuk mund të jenë kaq qesharak para qytetarëve. Marini, që do marri fjalën pas meje, 2 javë nga sot, pra 4-5 ditë para zgjedhjeve, më tha, Petro Gjiguria, tha, është ylli në ngjitje i Partisë Demokratike dhe do ta shihni ç'do ju bëjnë Vlorë. Në Vlorë, Partia Demokratike s'ka marrë 4-rin, që e kishin listë mbyllur, jo më të merrte 5-in. Po sa i pas kanë vjedhur në Vlorë më Partisë Demokratike? Sa i kanë vjedhur? Në thonë i kanë vjedhur 50.000 vota? I kanë vjedhur 20.000 vota? Do më thënë, nuk mund të dalim, a ka problematik zgjedhore, do nga goja ime ti dhe Marini, me qenë se keni dyshime për integritetin tim dhe bindjet e mia. Problematik dhe krime zgjedhore Shqipëria ka patur edhe kur Partia Socialiste kandidonte me veten e saj, kur s'kishte fare opozit. Po, kjo është e vërteta e Shqipërisë. Ka krim zgjedhor, ka individ që intimidojnë, ka individ që kanë tarraf, ka individ fort, ka individ me pushtet, me para, me gjitha që ndërhyjnë për të arritur një rezultat më të lartë. Po çfarë ka atë pse po diskutojmë? S'ka folur ende Marini. Marin. Ardite, dogje veten me këtë që the vlla, se nuk besoj të kanë dhe leje ta nxjerrësh nga goja gjithë këtë gafë të madhe. Unë ushqej me 2 duart e mia. Mirë, jo, nuk të thash që pukën, thash Vazhdo se ti më the që s'do diku të pus kokën me 12 maj, unë vazhdo ti, fol çka ke për të thënë edhe unë s'po të ndërhyj, vazhdo, mbaro punët e tua. Te gabimi që po bëjmë në bisedë, që po bëni ju në faksionet ndryra, ka një problem Fjori, që partitë politike nuk janë grupime ushtarake apo grupime nga prokuroria që të duhet të ruajnë votën. Në Republikën e Shqipërisë, që pretendojmë që për 4 vjet do hyjmë në Europë, garantimin e votës së lirë duhet ta bëjnë institucionet.
Dhe sigurisht që ajo task forca idiote e SPAK-ut, që është një vegël qore e Edi Ramës, nuk duhet ekzistonte sepse shteti ligjor duhet të jetë 365 ditë viti dhe jo 30 ditë. Po që të kuptoni pse SPAK-u bëri task forcën, duhet të shikoni një çik lajmet e ditës. Po mbani mend arrestimi këtyre që u bën në Durrës, që nuk u arrestua asnjë njeri serioz, u arrestuan këta shoferët dhe ushtarët, ishte i datës 30 prill. Do me thënë SPAK-u nuk donte të ndrynte në fushat që të ishte ca kriminal nga rruga se i duheshin për vota. Tani që ta kuptoi Arditi, po të shikoi KQZ-n, Petro Gjikuria në fakt doli i pari dhe pse vodhën gjithë dynjan. Dhe që të kuptoj si e vodhën gjithë dynjan, në Vlorë u përdorën administrata nga mëngjesi në darkë. Nuk e thot Marini, nuk e thot opozita, e thot OSB-ja. Në Vlorë u përdorën kriminal, në Vlorë u përdorën të gjitha makinat, mjetet, nafta, të gjitha... Jo, këto nuk i thot OSB-ja, këto i thua ti me Saliun, si thot OSB-ja këto. OSB-ja thot përdorimi administratës, jo i makinave dhe i kriminelve. Këto i di ti. O Ardit, nuk e dini nëse ke punon në njerë, po administrata ka dhe makina, administrata ka dhe nafta, administrata ka dhe letër, ka dhe fotokopje, po nuk e si ti dishti këto, se nuk të lënë ti thot, po më lërë të ambaroj se unë nuk të ndërpreva. Dhe një gjë tjetër. Po nuk të ndërpreva pra, në Vlorë plasi një garë midis kandidatëve të Partisë Socialiste, Fjori. Njëri jep teorisë të skaduar, sa e digjon të tjetri çonte lek me vrap, dyfishin e lekve teorizit të skaduar. Një tjetër të jep të lek nga lek të vjedhura nga spitalet. Një tjetër të jep të lek nga dokumentat arkivor të falsifikuar. Do me thënë, bursën e votës e riti PS-ja brenda njëri tjetrit. Keni vënë re gjatë fushatës që SPAK-u ose kjo struktura që shkulli lesht e kokës të areston të këta i dut të votave në teren, arestoj ose ndoqi penalisht vetëm 2 raste, një rast për Partinë Social-Demokrate se ata filluan të zdieshin me njëri tjetrin, dhe njërin nga PD-ja në Lushnjë që kishte rritur hesapin pazarin e votës me 500 euro. Të gjithë këta që kandidojnë për Prifte dhe për Hoxha nga PS-ja ishin të ndershmit e kombit. Ajdutët më të mëdhenj, Ali Babat e Shqipërisë, ishin të ndershmit e kombit dhe SPAK-u nuk i pa çuditërisht. Këta që vjedhin, e dini ju në Vlorë me statistik drejtoria e bujqësisë ka 500.000 krerë, dele dhe dhise për kaq që japin subvencione. I kanë blerë votat në lumin e Vlorës me subvencione për dele, për dhi, për qumësht. Po ku i ke provat? Se këshu futem dhe unë qatë GDP, i them më bëj 5 fjali, edhe filloj dhe unë tregoj pralla. Provat më zotri, ku i ke? I ke tjera ke dhe në Saliu. Po sa analist dalin në për televizionet i apësh provat, nuk bësh serios pastaj. Nuk bësh serios, pa diskutim provat janë qunë në SPAK kudo. Po sa vet dalin, ku i ke provat, do të mundëm provat në për studio. Masivisht, ka shitur 800.000 vota popullit. Në çdo vend të botës e vetmja pyetje që do ishte normale nga mediat nuk mund të ishte pse nuk e ka denoncuar PD-ja, sepse PD-ja dhe opozita. Ka dërguar prova tash, jo pse nuk e ka denoncuar. Po nuk ka PD-ja institucion që të bëjë hetime apo nuk ka polici që të ndjekë ai Po sepse nuk beson PD-ja tek SPAK, prandaj. Jo, ja ta them unë, e pat që në një lokal të kryeplakut të fshatit përballë qendrës së votimit gjendeshin Fjori një dokument sepse ju jeni media tereni dhe duhet të merreni me këtë punë. Atje kishte 2 dokumenta të tmerrshme që s'mund t'i ketë asnjëri tjetër përveç administratës zgjedhore. Ishte lista A që pushteti lokal nëpërmjet drejtorisë së gjendjes civile ja jep në dorëzim KZAZ-s dhe ishte me vul të njom. Një kryeplak atë që ishte një Beqir, me kishte lista zgjedhore me vul të njom. Ç'është ky? E ka bashkinë të vetën të Peqinit dhe kishte flet votimi me vula të KQV-s, të qendrës së votimit. Ligji thotë që fletët e votimit me vula nuk mund të dalin kurse si nga ambienti i qendrës së votimit. Mjaftojnë 2 fakte për të ndaluar çdo emision, çdo pyetje, çdo servil rilindas në televizion dhe ti thua. Mjaftojnë 2 fota për të thënë që janë vjedh 830.000. Urdhë, e njëjti veten Arditi që është servil rilindas. Më dëgjoj pa. Ta kalojmë në personale. Ale më ta kaloj, unë jam mësuar me këtë. Që të ndalojmë çdo emision dhe të themi çfarë bëhet në këtë komb. Si ka mundësi që ky Beqiri nga Peqini me xhaket 30 vjet kryeplak ka lista me vul të njom. Si ka mundësi që ka ja ka reaguar policia para 10 minuta. Shmerë lexoje që të sqarohesh. Apo dhe policia masi
Fikson rezultatin ato, arrestohet. Lere ti arditu dogje sot me atë që the që ka krim zgjedhor more fund. Nuk Ti që ka krim zgjedhor për çau dogja më. O zotri, unë ta thash dhe një herë. Unë ta thash, unë ta shpjegova dhe po të vazhdoj ta shpjegoj. Që ka ndërhyrje zgjedhje dhe që ka të fortë në për lista, si në Partinë Demokratike, ashtu dhe në Partinë Socialiste, kjo nuk është çudi fare. Do të them një 20 emra, e ke parë në përqarqe kush ka marrë më shumë vota mbas listës mbyllur. E ke parë kush është i pari në Berat, edhe në Durrës, edhe në Shkodër, edhe në Korçë. I njeh ato emra, në Gjirokastër, i njeh ato gruan ti. Ha? Po në Lezhë, i njeh ato që kanë dalë. I njeh, se demokratët si njofin, ne si njofim. Po mo çaj janë në qarkun Lezhë, na thujer se ata e njoh mirë. Gjej, hapi listën e hapur. Gjej pak edhe më thuaj kush janë ata që ata emrat pa njohur që kanë mbledhur vota. Thuje pra, thuje. Nga PD-ja, kush? Kush ka lidhje me bandat? Kush ka lidhje, thuj me emra. Thuje në qarkun Lezhë. Sa aty jam gjinda vit. E njoh. Unë po them. Pra, thuje. Me rraf ujë në hava. Me rraf ujë në hava rrit, zotri. Strukturat e Partisë Demokratike. Ja, nuk e njollës do të listën e Partisë Demokratike. As ti, as Edi Rama, as gjithë. Kemi thënë që janë blerë fshatarët e Lumit, Vlorës, janë blerë hap listën e KQZ-s, shifi, lexoj. Dhe hajde një emision tjetër dhe na e sqaro. Kush është i pari i Beratit, kush është i pari i Lezhës, kush është i pari i Korçës, kush është i pari i Gjirokastrës, kush është i pari i Kukësit dhe gjithë me radhë, ka që tjetër. Unë si kam emra tu përpara, po ç'lidhje ka ja ka thënë unë Gjinxhoni është i pari i Lezhës. Jusuf Çela është i pari i Kukësit. Kush kanë qenë të parë në listat e hapura? Ja, Arjan Doja është i pari i Durrës. Ç'a janë këto emra? Ç'a të thonë këto? Sidomos Arjan Doja një herë ç'a të thot Arjan Doja? Arjan Doja zotri, Arjan Doja është një ekspert i ligjit që atë Zexhinen, atë Termet Peçin, atë Sara Milen dhe sa kështu produkte kozmetike të Partisë Socialiste që vlen vetëm për një mandat, ato ke për ta pas çfarë diferencë do bëj. Arjan Doja në ekspertizën ligjore që do i jap atij parlamentit, se për hir të vërtet niveli i parlamentarizmit dhe me kontribut kryesor Partisë Socialiste ka rënë në nivelet më të ulta. Të paktën në këto 35. Ekselente. Se paraqikon. Tashti Zexhineja është procedu për krime zgjedhore. Zexhineja i dha vetes një profil të tillë që ne s'po paragjykojmë. Zexhineja u njoh për ato video selfie pa bazë, pa përmbajtje, pa gjë, pa u vum vit parë, është në procedim në lidhje me zgjedhjet e 2023-shit për kandidimin e zonjës Bufi në Bashkinë e Roskovetit. Ky është profili i Zexhines. Në as për ulim, as për ngrem. Po flas për Arjan Dojën se e njohin gjithë, meqense pyete për lidhje bandash e për lidhje krimi, meqense e njifke personalisht dhe ke dalë ti bësh avokatin, unë nuk po të prish punë dhe s'po bëj avokatin fare. As një emër. Nuk po i bëj avokatin. Është një magjistrat, një prokuror karriere me doktoratur, është ekspert në fushën e tij. Është kollaj ta baltosësh. Ishte pyetja ime e radhës Ardit. Ora, gjeni gabim të vetja ju bën përshtypje ju që nga primaret, fituesit e primareve su futën fare listat e mbyllura. Si su futën, pa mos dilte këto se pa leje se kjo është kasete e Endri Fugës. Mos dilte kjo. Aurel Bylikbashi ishte nga top lista e të votuarve, kishte në listë mbyllur. Klodiana Çapja po ashtu në Elbasan, Igli Cara në Durrës, Elda Hoti në qark Lezhës, Denis Avata në qark të Dibrës. Po lema se dashi zhbën gjithë procesin, Bledion Albati në qarkun e Korçës, Ina Zhupa, Tirt Hoxha në qarkun e Vlorës. Po lema s'dilë këto të nësë është turp. Po lema nuk u bon. E kupto tani, këta në kasetat që nëzirë Endri Fuga dhe i shpërndanë këshu në për gjdo studio. E hanë para gjdo analizi pavaru dhe fillo shtyp play atë.
dëgjoj që të kuptosh diçka ti, Nuk ma sqaron do ti, nuk më... S'kam nevojë të kuptoj asgjë nga ti, fare. Që përpiqeni të etiketoni njerëzit në për studio. E para punës, unë jam i pavarur, më marr mikrofonin dhe jam në radhë. Të drejtën e opinionit, mua nuk ma heq dot askush. Çuditërisht opinioni jot përkon me opinionin e zyrës propagandës qeverisë. E dyta, nuk përkon edhe nuk e di fare. Përkon. Përkon. Që ti përkon me retorikën e atyre që ke dalë atje të mbrosh edhe shumë mirë bën, sepse ajo parti ka... Unë nuk po mbroj askënd, nuk po i bëj avokatin askujt, jam të lexu drejt realitetin. Jam të lexu drejt realitetin. Në Vorë, zotri, kush e priti sekretarin e përgjithshëm në qendrën e votimit me Bexhen e Partisë Socialiste? Kush e priti 2 ditë para zgjedhjeve në 9 maj u miratua VKM-ja për faljen e gjobave, ndërkohë që kodi zgjedhor të ndalon çdo vendim me efekt financiar 4 muaj para datës së zgjedhjeve. Juristin më të madh pas Karian Dojën, merre çojën kushtetuese, merron me një punë. Me qenë se pas ka shkel shteti ligjet e veta. Edi Rama duhej arrestuar për krim zgjedhor në zyrë, me 9 maj. Me 9 maj duhej arrestuar. Tani të lutem. Ti thu çojën kushtetuese, je mirë apo? Po flasim për vepra penale këtu mos, po flasim për kushtetutshmëri. Ju s'kuptoni që keni rënë nga 63 mandate në 50 mandate o zotri. Ju do të qani me lot Lulzim Bashkë. Ore merr prioritet çështja penale para saj civile e kushtetuese mo. E kuptoj tani don në çfarë niveli po ul diskutimin. Unë po them ka vepër penale ti thu çojën kushtetuese. Marin. Pa kuptim tani. O Fiori, ka një pyetje. Çështja penale më VKM-ja që merr qeveria. Po merre më çojë ku dush ai. Po është krim zgjedhor more, se ka vënë në dispozicion institucione administratën kapacitetet administrative shtetërore në funksion të favorizimit të një subjekti partijak me vepër penale, krimi zgjedhor. Po korrupsioni aktiv. Po lehet është ti me gjithmonë e keti. Qa është korrupsioni aktiv, vetëm kur jep jak kesh në dorë? Po jo, më tani se po na bëjnë teorinë 400.000 vota. Kam një pyetje për të pavarurin zotin Qengeli. Këto 240 milion euro që i fali Edi Rama 3 ditë për para zgjedhjeve, i kishte të plakës vet, apo janë lekte të gjithve neve në studio dhe gjithë shqiptarë? Nuk jam dakord fare për VKM-n e qeverisë, kam bërë shkrim, po ju e keni alergjinë e timin. Unë kam bërë shkrim kundër premtimeve të Berishës për të falur gjobat dhe taksat dhe të gjitha nga 92-shi, dhe kam bërë shkrim dhe kam reaguar me aq sa fuqi kam për VKM-n që ti po thua që janë falur gjobat e policisë bashkiake dhe policisë rrugore. Nga unë çfarë do ti më shumë? Çfarë do ti më shumë? Dhe për çam bën mua ironi atje nga 800 kilometra larg? Për çam bën ironi mua? Çfarë debati keti me mua më zotëri? Mara me Tiranën nuk është 800 kilometra, po ti e di Shqipërinë si pas e qa debati keti me mua? Mendova se e në Athinë, tashi qa debati ke me mua? Urdhë. Dhe Athina me Tiranën nuk është 800 kilometra. Hajde tashi fojtë tu, po ha. Ke një problem shumë të madh që ti i përdor metër i lindas dhe nuk është metër etalon, ai si ai në frak. Ashtu, përdor metrin e gërdecit, je dakord ti? Është metri korrupsionit ai, prandaj është aq i madh. Është metër korrupsionit. Komplekson mua se jo metrin e gërdecit, po të kujt të duash përdor. Jo, nuk ka pse të kompleksoj, se atëherë ishit aleat me Edi Ramën ju, s'ke pse kompleksohesh ti fare. Përdor metrin e kishe vënë gjeldulen me Edi Ramën atëherë ti. Po mos përdor metrin e inceneratorit, e mirë që s'do dikesh. Vazhdo. E plera, po dëgjoj tani. Ke fjalën. Vazhdo. Problemi është, keno një përgjigje ti o zotri për këtë kryeplakun e Peqinit që kishte lista... Po, ka një përgjigje, unë besoj institucionet e shtetit, ka reaguar policia, dhe ti mashtron publikisht dhe thua ka flet votimi me vullë sekretarit dhe të kryetarit komisionit. Ti e mashtru publik. Të lutem, Ardi, vetëm një sekund. Ti flet votimi me vullë, ka flet printuara me printer me ngjyra. Ardi, të lutem, vetëm një sekund. Se mund përdoreshin për falsifikim. Ardi, të lutem. Gjatë veprimeve të kryera në vendngjarje, në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit në lokalin e shtetasit DB, janë gjetur dhe sekuestruar 10 fletë të ngjashme me fletët e votimit të paplotësuara, të dyshuara, të falsifikuara, si edhe një listë emërore e zgjedhësve. Gjithashtu, është sekuestruar portofoli i shtetasit DB me 280.000 lekë. Mëtej, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit DB, janë gjetur një pushke vjetër trofe dhe një pistolet zhurmuese sportive. Kjo është reagimi. Pa dhe qënë një armatosur dhe në dhëmë.
O Fiori, te studio juaj, keni në një dokument me vull të njom të Republikës së Shqipërisë apo të në një institucioni të bëj një pyetje? Mua nuk më duhet. Nuk Pa më di duhet. çfarë i duhet. Po për Kam çfarë vetëm informacione dhe eskaletën bashkë me pyetjet për ju. Dokument Partisë të KQZ-s me vull të njom në zyrë. Nuk merrem me politikun. Po dhe ne që merremi me politikë, mund të kemi dokumenta të njom lista zgjedhore që jep drejtoria e gjendjes civile. Këti beqiri të Peqinit për çfarë janë dashur? Dhe Ore Marin, se ti ke i keq kuptim shumë të madh. Këto i gjeti Zoti Imçi edhe i denoncoi dhe thirrë Bravo, qoftë më shumë mirë. Po shumë mirë, mor. Ne po themi, aty ku ka krim zgjedhor, shumë mirë që denoncohet, shumë gabim është, por ju duhet të ndërgjegjësoheni që nuk është ndryshuar si rezultatit përgjithshëm Shqipëri, mor burr. Te po themi, u ta pash në gojën time, krim zgjedhor ka patur dhe do ketë. Dhe Edi Rama e ka thënë me që se ke hall. A e pranon mazhoranca, e ka pranuar, e ka thënë para mbrapa zgjedhjeve. Tani, ti thua, e arrestuan, thot, avokati me 30 prill atë kapo bandën, do e arrestonin me 30 prill, po e lanë. Tani e la banda për t'i bler votat 10 ditë e fundit. Dhe kjo do u kapte kapo banda me 30, kishte njerëz tjerë që do verte me këtë punë. Ore, a keni një analizë politike ju për veten tuaj? Për këtë shqetësohem unë. Unë shqetësohem, a keni një analizë politike ju për të maksimizuar votat? A keni një vullnet për të zgjeruar koalicionin me këto partitë e reja që treguan që fryma opozitare në Shqipëri ekziston, por nuk duan të shkojnë ke Saliu? A keni ju një qëndrim për ndryshimin e leadershipit? E çuditshme se si shqetësohen për PD-n ato që nuk e kanë votuar PD-n. Edhe është fenomen në çdo studio televizive të shqetësuarit për PD-n janë ato që nuk kanë votuar PD-n. E kupto tani gjithçka çfarë po thuat i hidhet në koshin e plerave. Hidhet në koshin e plerave, zotri. Asnjë vlerë nuk ka çfarë ke thonë deri tani. Sepse nuk je votues i Partisë Demokratike dhe nuk ka pse të të vi keq për Partinë Demokratike, por të merresh me Partinë Demokratike është skenar. Me mbulu votat e Sara Milës, me mbulu votat e atij në Durrës, të parit, me mbulu votat e Cenoklosit në Fier, me mbulu votat e asaj të parës në Qarkun Lezhë. Po pra po, ja këto po mbulon. Duke u marrë me Partinë Demokratike, që as se ke votuar as si e pjesë e saj, dhe as ke lidhje me Partinë Demokratike, ky është skenar. Është skenar, është kaseta që ju jep Edi Rama, kaseta, dhe dilni e flisni në çdo studio. Kjo është. Merresh me Partinë Demokratike. Ç'a t'intereson Partia Demokratike? Ato janë zhvillimet brendshme të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka prioritet të provojë. Jo, Fiori, kush nuk e ka votuar, kush nuk është pjesë e Partisë Demokratike, nuk mund ta ketë dot kryefjalë të ditës çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Fare. Kur ke votuar Edi Ramën, maje Edi Ramën, ta gëzosh Edi Ramën, por mos u merr me Partinë, mos bë diversion me Partinë Demokratike, lëre Partinë Demokratike të bëj punën e saj, Leni Basha aty është, nuk ka thënë kurrë që nuk do zbatohet, por se gjithë fokuson ke emri Berisha, por Partia Demokratike ka detyrim rreth para atyre që e kanë votuar, të provoj ka pas farsë zgjedhore apo jo, se në momentin që ka farsë zgjedhore, atëherë bie çdo pretendim frymëzimi të PD-s, duhet ik apo duhet rri Berisha, gjitha këto diskutimet që ngrihen me qëllim zhvendosjen e opinionit publik. Dhe për më tepër, kur ndërkombëtarët në dijenin time, partnerët amerikan kanë thënë, na sillni prova për pretendimet që keni për masakrën zgjedhore. Në momentin që partnerët ty të kërkojnë, më provo pretendimet tua, çfarë duhet bëj Partia Demokratike? Të futet në zgjedhje për kryetar partia se do Edi Rama, që të lejë të gjithë këtë masakrë zgjedhore të harrohet, që të merren pastaj Ali Mehmeti, Tabaku, Berisha, Belin, se kanë filluar dhe emra tani, nxjerrin, pompojnë dhe emra. Fare, Partia Demokratike nuk e ka momentin dhe as ka për të marrë me zhvillimet e brendshme, përveç se me analizën e masakrës zgjedhore. Kjo është. Nuk dëgjojmë as Marinin as Jo, po duhet kjo. Tani merren në PD-n ato që s'e kanë votuar. Arditi nuk ka folur fare. Tani, unë nuk jam dakord t'i Berisha, se ky se kupton tash këtë pjesë. Unë dua t'ikin demokratët nga Berisha, se po iku Berisha, do vish ti, Marini, tjetri, që jeni binjak të Saliut. Ky është problemi. Do vi Flamur Noka, do vi Albana Vokshi,
Tani halli është Opinionin e një rilindasi nuk pretendoj ta ndryshoj fare. Opinionin e një rilindasi nuk pretendoj ta ndryshoj fare. Saliu në Amerikë për veten e tij. Ato para, këtyre patriotëve të mëdhenj i hidh tek këtu për zgjedhje. Ja tani e keni radhën ju, Marin. Tani ky broshkollit edhe qon një katet ka të njëjtën gjë thot. Tani që të kuptojmë çik se po na bëhet sikur Edi Rama ka çliruar Shqipërinë dhe ne. Që të kuptosh ti Fiori si mund të vidhen votat dhe sa e thjeshtë është, po të bëj një aritmetik me që na çoj ky zoti Çengeli te matematika. Në Shqipëri ka Gjo mua këtu para se ta mbarosh. Unë nuk jam ortodoks. Po i pavarur. Mua po mre me një plëm mund ta jap me të dyja. Nuk jam kështu që të thej faqen tjetër. Dakor? Me mua fol me respekt, siç po trajtoja me respekt. Po të veja se epiteta asgjë. Tani vazhdo. O zoti Rada, po s'ke qenë as kandidat mo që të kenë propozu bandat dhe me bo gangsterin. Lërë burë se nuk të shkona bu. Se se ke as paraqitin për gangsterin. Vazhdo. A që i dhe vetës nofkën e të pavarurit dhe ke 3 orë meresh me zotin Berisha, që i thua dhe Saliu si kur e ke shok klase, unë po të pavarësia jote në Çengel e ka Sali, nuk e ka Saliu, po ti nuk di as gjush. Tani po të them aritmetikën që të kuptosh logjikën. Edhe merr laps dhe shëno dhe mbaj mend se ke bërë as në klasë të tretë e ke marrë me domate shkollën. Ka 5500 qendra votimi ose 5500 diku 5500 kuti votimi, Fiori. Dhe që të ullësh ata deputetët që thot zoti Berisha që janë 30, mjaftojnë të vidhen 30, 20 dhe në 50 vota në kuti. Dhe ky nuk është në një shtrëmërim i madh. Duhen 1000 ose 1500 beqir, fuksa, patronazhist edhe analistë të pavarur për ta bërë këtë punë. Dhe këta janë në punë marrin rrogën. Një pjesë nga këta analistat e pavarur janë ujësjellcat e bashkive. Një pjesë nga analistat e pavarur janë në bordet e administrimit. Sa të tjerë beqiri janë kryepleq dhe të gjithë kanë nga një dokument. Kanë vjedhur nga 15, nga 20, nga 30 vota. Dhe po të shumëzoj analisti i pavarur në studio 5500 me 30 ose me 20, i dalin 30 mandatet e vjedhura nga Edi Rama. Është kaq i thjeshtë aritmetika. Olimbi është aritmetik kjo punë Ardit, nuk është një gjë e madhe. Po të mbledhësh 40, të shumëzosh 40 me 5500, të dalin votat e partisë tënde të vjedhura dhe ti je në Më le pa fjalë. Dakor, më habite. Më habite fare. Kalofsh mirë. Nga këto 5500 kuti asnjë nuk mbrojtë ti? Ti asnjë s'kishën patronazhim nga asnjë nga këto kuti? Jam apo ushtar. Unë jam opozitor. Ke vëzhgus, ke komisioneri, ke të gjitha. Si që jam? Vëzhgusët e komisionerët e mirë. Nga 5500 kuti, i gjej 550, që pas ka qenë kjo skema jote. Po, ja të ta them. Po gjejë, i gjejë nëziri, që do nga... Po denoncohen pra, çdo ditë. Nëziri. Të thonë që gjithë drejtorët e administratës, gjithë shefat e protokollit dhe gjithë administrata ishin komisioner dhe më bëni presion. Po, si që kanë qenë 35 vjetë, po. Vëzhgusi im është me ndihmë ekonomike, vëzhgusi jotë përballës ai që jep ndihmën ekonomike në bashki dhe pret që mos të intimidohet vëzhgusi im, unë jam në opozitor. Nuk e di pra, unë po të them. Programin. Qa do ti të marrë çiften unë të bëj vetë gjyqësi të vete të vrasë aty që po vjedh votat? Jo, jam dakord, vrites në njeri. Edhe pse në 2021 vrat një qytetar për vota, s'jam dakord të vriteni prap. Shumë gabim bët biles. Edhe në 2021 në Elbasan bët shumë gabim që e vrat atë për vota, edhe bëni shumë gabim nëse merrni prap A ishte në kurset e vetë mbrojtjes, më bo qa propaganda. Marin, dua të pyes pak, duke qenë se ka sjell një mori reagimesh dhe kontestimesh vota e diasporës, sidomos ajo e Greqisë. Ne kemi diskutuar edhe herë tjetër bashk. Do doja një koment, sepse për sa i përket votës së diasporës, të gjitha palët kanë rënë dakord përpara se të përcaktojë. Madje ka qenë Partia Demokratike që insistonte tek vota me post, apo jo? Dhe ka bërë shumë mirë sepse të gjithë njerëzit shtetasit shqiptar që kanë të drejtën e votës është detyrim kushtetues ta ushtrojnë atë. Por Partia Demokratike nuk mund të frenojë prap ekuacionin matematikor rilindas të Arditit me shok, sa vota ka PS-ja, shumëzojni me 200 euro, t'ju dale sapi sa kanë harxuar në fushat.
ta i kanë bler votat, ta i kanë pilotuar dhe këta. Ju bëj një pyetje, kam pa fund screenshot e WhatsApp-i që... Sa i bie me 200 euro, sa i bie? Sa vota jam bler me 200 euro? Sa vota jam bler, më thuaj numrin e votave, ta di, për vete. Sa vota jam bler? Diaspor mbi 100.000 vota. Mbi 100.000 vota, dakord. Pra, 100.000 shqiptarë të diasporës, do më thënë i bje mbi 50% e diasporës shet vota. Mbi 50%, kanë votu 195.000, gjysma kanë shit votën, jemi dakord? Dakord, Partia Demokratike dhe PPD-1 dhe Omonia kanë këtë qëndrim për popullin shqiptar që gjysma shet votën. Jemi dakord? Gjysma e popullit blihet. Jemi dakord? Po 100.000 nuk janë gjithë populli, gjysma e popullit. Gjysma e popullit diasporë e njerëzve që votojnë për në diasporë. Jemi dakord tu? Mos të cifra se unë mbaj referimin aty dhe më lërë të më bisedoj me Fiorin. Fiori, po të them një gjë. Po ju akuzoni popullin që blehet për burra, kupton çfarë bëni ju apo jo? Po kishin po ashtu një dokument sensitiv për privatësinë e të drejtave dhe lirive të njeriut. Iliria Libashi i ka dhënë Partisë Socialiste gjithë arkivën e të dhënave të personave të regjistruar nga diaspora. Dhe këta nga call centrat e partisë merrnin në telefon të gjithë njerëzit. Një funksionar i lodhur i Partisë Socialiste di ku banon Marini në Milano, di ku banon Marini në Athinë, di ku banon Marini në Londër, di qa adrese shtëpie ka, i di kodin postar dhe i di numrin e telefonit. Dhe kjo fal këtij danezit që flej gjumë, i dyti pas Lulbashës në Tiranë, është Ilirian Celibashi. Gjumashi i KQZ-s, kur zgjoj, qa bëri? Me një USB e kopjoj. Pse nuk vete spaku të shikoj ati se ka lënë gjurmë USB-ja? Pse i jepen të dhëna sensitive call centrave të Partisë Socialiste? Në telefonin tim kam mbi 30 mesazhe të gjithë listës së deputetëve të PS-s që më kanë dërguar mesazhe, hajde në takimin e Partisë Socialiste. Ku i gjej këta të dhënat sensitive të njerëzve të privatësisë dhe na dërgojnë mesazhe? Këto janë cënimet e rënda të zgjedhjeve. Kjo është pabarazia në zgjedhje. Ne i lajmërojmë njerëzit, i themi Besarti lajmëroj çik Fiori se ja kam numrin, ta të kam numrin ty Fiori, babait, edhe 8 breza, edhe 8 kushurin të gjithë edhe të kanë të rrethuar. Të din ku banon, të din kodi postar, të din sa e ke rrogën, të din kush ta jep rrogën, të cënojnë ty, cënojnë dhe atë që jep rrogën, të din edhe listën e ilaçeve që merr Fiori. Kjo është mungesë privatësie. E vetmja gjë që nuk jam i sigurt është na din ngjyrën e të brendshmeve apo jo, se nuk e dini nëse na kanë hyrë në shtëpi. Sepse këta janë parti. Din numrin në total kur i hap në tela. Prekësh dhe këta janë parti perversash, prandaj ta thash këtë detaj. Se këta këtë kanë merak, qa ngjyre i kanë të brendshme njerëzit. Se këta janë parti që evolucionin e shikojnë nga dere pasme. Besart, çfarë do ndodh në Partinë Demokratike, nuk po ta bëm pyetjen Arditi, po ta bëj unë. A do të ketë një reflektim, a do të ketë një reformim, po të lutem tani, po ta bëj unë pyetje, do të ketë një reformim. Dëgjuam dje në një intervistë, në një prononcim zotin Ali Mehmeti, kur u pyet nëse kishte ambicje si kryetar partie dhe nëse tërhiqej zoti Berisha, a do të ishte i gatshëm, dhe besoj e ke mësuar dhe përgjigjen, do të zbatohet ligji. Jo, mos gaboj, a do marrësh mandatin nëse Berisha procedohet? Po, nëse procedohet. E kupto tani ku ka shku muhabeti, u harru masakra, dhe tani kemi kalu tek proces gjyqësor i zotit Berisha. Kjo është kryefjalë e ditës. Kjo është shqetëson opinionin publik sot. Departamenti shtetit duhet... A do ta marrë mandatin e Sali Berishës nëse ai dënohet nga gjykata? Dhe zoti Ali Mehmeti është ligji, është ligj dhe zbatohet. Po çfarë do të thotë kjo? Se lexohet presja. Nuk ka Fiori, janë të qartë demokratët. Demokratët do të provojnë masakrën zgjedhore. Ky është prioritet. Kishte dalë dhe Ted Kopliku, ai djali i Brengen, në një televizion tjetër, ai shkreti e kishte rrotullu pak me s'është lafolog dhe kishte dalë jashtë konteksti. Dhe po pra, shumë shkurt, fat fare, Partia Demokratike ka prioritet analizën e zgjedhjeve, faktimin e masakrës zgjedhore, faktimin e fenomenit të trenit bulgar. Tani,
kur PD-s po I vin dita ditës. Dua të ma shpjegosh me fjalë sa më të thjeshta për të gjithë qytetarët çfarë është fenomeni I trenit bullgar. Se flasin të gjithë, po askush nga ju nuk e sqaron. Ndërkohë që ju të gjithë sqaruar, po ja e sqarojmë prapë. Se çfarë është? Është sqaruar, por po e sqarojmë prapë. Çfarë është treni bullgar? Çfarë nën kuptoni juve? Me fjalë sa më të thjeshta që të na kuptojnë të gjithë. 2-3 patronazhist të PS-s, po marrim a priori se PS-ja po ngarkohet me këtë pjesë sepse votat e asaj po dalin, që rrin jashtë qendrës së votimit. Këtyre ju nevojitet një fletë votimi, që po ka komisioner të zellshëm në qendrën e votimit të PS-s dhe ndonjë të pamend apo jo vigjilent të PD-s, vidhet nga qendra e votimit dhe nxirret jashtë. Ose merret një fletë tjetër, fotokopiohet episodi I fletëve më të zbardhura. Pra në pamundësi të nxjerrjes një flete nga QV-ja tek këto patronazhistët, merret një e ngjashme me të. Shënohet numri 5. Vjen ai Beqiri, marrim tip Beqiri si ai. Beqiri ja ka premtuar votën PS-s, por PS-ja nuk është e sigurt nëse do të votojë Beqiri PS-n apo jo. Dhe thotë, hajde këtu po. Na këtë votën të bërë X-in ke pesa, po, palo se futen gjep. Shko atje si votues I thjesht, bëje procedurën gishti në nënshkrimin merr fletën, shko në kutinë e votimit, ndro fletën, atë të pastrën që morën nga qendra e votimit, palo se futen gjep, në nxirr jashtë. Këtë që të dhamë ne... Kjo tani, nuk është ka që thjesht kjo për të bërë. Po është me thjesht, si s'qeka. Pse s'është e thjesht? Atëherë, dhe kthehet në një shtyp shkronjë. Prodhohen vota për Partinë Socialiste. Ky është treni bullgar dhe ka ndodhur Fiori, sepse nuk mundet, prandaj Partia Demokratike nuk është as strukturë e posaçme, nuk ka as prokuror, është një subjekt partijak I cili merr denoncime që në kuptimin juridiko-penal janë indicie. Dhe Partia Demokratike ja vën në dispozicion prokurorisë. Dhe është prokuroria ajo e cila duhet të veprojë në kohë, sepse krimet zgjedhore kanë specifikën e vet Fiori. Në qoftë se nuk vepron në kohë apo në kushtet e flagrancës, është kot sot të ka dalë qarku fier 12-4. Le të arrestohet gjysma fierit. Le të arrestohet kujdiun gjysma kandidatëve. Ato 12 mandate mbeten Fiori. Nuk është si në zgjedhjet vendore, qofse provohet përfshirja e kandidatëve të tjerë me radhë, shkon në zgjedhjet parakohshme kur provohet fajësia me vendim formës prerë. Në zgjedhjet parlamentare të mori mandatin ai dhe ta gëzoi për 4 vite. Prandaj dhe Partia Demokratike ka pretenduar ta sforca duhet të veprojë në kohë, në të kundërt, kthehet në një lavatriçe, pastron këtë aspektin penal të procesit zgjedhor dhe ja jep mandatin Edi Ramës. Dhe e fundit, do thonë ju si mund të realizohet, si mund të bëhet. Me 2 veprime procedurale, Fiori. Ne pretendonim X institucion, drejtorët qendror të saj janë në fushat në X qark. Prokuroria, një shkresë këtij institucioni. Fiori Dardha, drejtoresh, është e pranishme? Jo, ka 2 muaj me raport. Merr qelizat telefonike të Fiori Dardhës. Po bën fushat në, ku diun, Roskovec. Ja më Fiori, 2 veprime. Erdit, sepse fjalën e fundit duhet ja lë Marinit. Tani, unë po patjetër, unë po ju them diçka. Treni bullgar, që është një fenomen që në Shqipëri presupozohet se ka ndodhur prej para shumë zgjedhjesh, para 7-8 zgjedhjesh, teknikisht nuk mund të funksionojë nëse qytetari është I bindur për të mos e votuar subjektin I cili ka ofruar para dhe I ka dhënë votën e plotësuar para qendrës votimit. Sepse qytetari e merr atë fletën, e shpall pavlefshme, e hedh atje në kuti të pavlefshme dhe cjell ty një tjetër dhe kështu dhe gjithë me radhë nëse duan ta votojnë partinë e cila e ka intimiduar. E dyta, në qendrën e votimit, në kutinë e fshetë, nëse qytetari votohet, palos fletën e fut në xhep, nxjerr tjetrën e tjerë, janë komisionerët që duhet ta kontrollojnë. Por ta shpjegova pse nuk mund të funksionojë. Unë ta thash, unë po të them diçka. Meqense të dy po flisin në emër të Partisë Demokratike gjithkohës.
unë si qytetar, si gazetar, i varur, i pavarur, si të doj Marini, para trenit bulgar kam shqetësim ruletën ruse që keni brenda Partisë Demokratike dhe këtë e kam shqetësim real. Kaq. Marin, fjala e fundit për ty. Do t'i them doktorit kur të ketë pak kohë të lirë të bëj një recet që të shëroj nga kjo sindroma e pavarësisë rilindase, po tani jemi të zënë se po merremi të gjejmë hajdutllëqet e partisë tënde Ardit. Gjithsesi, ti ri në konat do shërohesh edhe ti nga ky virus i perversave rilindas. Po Fiori ka një problem shumë të madh. Rastësisht Arditis është marrë ndonjëherë me zgjedhjet. Kjo historia e modelit bulgar apo skeda bianca që quhen në Itali është shumë e thjeshtë për të realizuar dhe është shumë e thjeshtë për të gjetur, mjafton të ketë KQZ-ja vullnet dhe të bëjë një sondim në të gjithë në 1% të kutive në Shqipëri. Fletët e votimit, ta them këtë gjë me kaq kompetencë se ja marr me çdo proces zgjedhor në KZAZ. Fletët e votimit nga mbrapa kanë një QR kod që po të skanohet është unik për çdo qendër votimi. Po të hapet një nga ato fletët e zbardhura që thot zoti Logu në studio, po të skanohet ta shikojnë që nuk është asaj qendre votimi dhe me njerë përpasoj i bie rezultati. Po edhe sikur mos të ndodhi gjithë kjo historia e kësaj QR kodit, ka një logjik shumë të thjeshtë që pse zgjedhjet janë patronazhuar, edhe janë drejtuar dhe janë vjedhur. Në Republikën e Shqipërisë, me statistikë të Instatit, jo të PD-s, jo të PPD-1-shit, as të grekëve, as të kujt të doni juve, janë diku te 189.000 punonjës që marrin në rrogën kot në Republikën e Shqipërisë, pjesa më e madhe. Këta 190.000 po themi, po ti shumëzosh për 3, janë kaq vota. Këta kanë të ardhura mujore nga lekët dhe nga djersa dhe nga mundi i të gjithë neve në studio. Këta kanë qenë që të gjithë në funksion të fushatës. Dhe që të gjithë këta në funksion të fushatës kanë qenë për të bërë presion, për të devijuar këto. Dhe bëni dhe një për të devijuar vullnetin, më falë se nuk e mbarova. Bëni dhe një gjë tjetër. Jemi 4 veta në studio, të marrim nga një fletë të bardhë dhe të bëjmë nga një X ose nga një kryq. Unë për vete kur votoj bëj kryqin. Ju bëni nga një X edhe ta tregojmë në kamerë. Po janë të 4 njësoj, i bie që këta kanë të drejtë, sepse ne në numërim na kanë dalë fletë pa fund me të njëjtin X mo ta mo. Fiori, ti po të bësh 50 X-e, dhe kjo është na buron nga juridiku që kemi bërë kriminologji, po të bësh 50 X-e, X-i jotë vërtetohet që është joti. 50 X-et e mia janë 50 X-et. Ka vota pa fund nga 50, nga 60, nga 100 në çdo kuti të bëra me një dorë. Tani, ose këta ka kaq shumë binjakër në Shqipëri që kanë të njëjtin kod gjenetik, ose ka në një gjë tjetër, po këtë do ta vërtetoj struktura e posaçme. Nëna parti i ka të gjithë njësoj, bide saj. Ose këta Arditin dhe këta i servisin që ta bëjnë X-in të gjithë njësoj, se ne të djathtë, të PD-s dhe të PD-1-shit nuk na stërvisin. Unë e bëj kryq për vete, kanë votuar te kryqi dhe kanë votuar Petro Gjikurin. Bravo, tani, për ta mbyllur, do ta mbyllim, jemi në fund. Para situatës që ka 200.000, një sekond. Jo, do ta mbyllësh ti, ta kam premtuar, Mari. Që 200.000 njerëz marrin rrogën kot dhe shumëzon me 3. Opozita ka 2 zgjidhje. O t'i gjej bunkerin e parave këtij shteti dhe t'ia djegi, o të hedhi paratë e veta në zgjedhje dhe të konkurroj me paratë e mazhorancës dhe mos t'i çojnë SBA paratë dhe mos e japi Lacivitas. Dhe e treta është që të ngrej frym, Marin, lutem tash se s'po merrem me ty. Ose të ngrej një frym ku këto 190.000 njerëz i bind, ose shumicën e këtyre i bind që është gabim kjo formë e tjetuarit dhe të vepruarit në zgjedhje. Tani opozita parat nuk e hodhin Shqipëri, i çojnë Amerikë. Frymën nuk e ngriti dot. A mendon për zotëri se ka një pjesë fajt opozita në këtë histori? Ty kur ti merr 3 milion lek në muaj nga PS-ja. Ti merr 3 milion lek në muaj nga PS-ja, unë do të bind që zoti është më i mirë se sa vjedhja e lekëve, po ka perëndi të bindeni ju të majtë dhe komunistat ore. Ore juve ju jeni hallimat ore. Juve ishit hallimat pa marr 3 milion. Tani jeni dhe hallimat. Herën e kaluar më tha i kam vrarë gjyshin. Tani më thot mua ja urdhro, shive. Pomp të terrores Polini Shqipërinë deci përpara. Është mirë që ta mbyllim edhe me nota humori, kështu që Not humori ai merr 3 milion lekë në qyl çdo muaj not humori thot. Po ti nuk e di këtë, Marin. Se i bie ti është patronazhist pastaj.
Se akuzove socialistët për patronazhist. Sa marri, sa s'marri. Po e diti sa merr Arditi? Jo Arditi, jo. Pse me bua kaj, unë po të merr 3 milion, s'u merja me këtë punë. Arditi fare. Arditi filloi të mendu kush i merr lekët e mia. Mendova se i kishe për Arditin, nuk bëra xheloze në një moment. Ta vetin zorën rogat në pazar të madh. Këta vetin zorën rogat në pazar të madh, janë pora unë. Pastaj Arditi nuk besoj që merr 3, besoj merr më shumë, se derisa e nxjerrin televizion dhe bën opinion, çik më tepër duhet ta paguajmë, nga eksperienca e kam këtë. Me që kam dëgjuar në për studio, që këta rilindasit që janë kështu kamikaz, marri çik më tepër nga 3 milion. 3 milion marri këta të dorës së dytë ose të tretë. Apo jo? Marin? Po ti që di rroga, ti këshive edhe kredit dhe borxhet, pastaj fol për të ardhurat e njerëzve. Tani ja janë si këta të PS. Shpresoj që të ardhurat nuk ti ka treguar Filxhani, Marin. Nesër Fiori do jetë Filxhan dhe kur të më ftosh javën tjetër, do të them numrat e rinj që më kanë dalë në Filxhan. Të falenderoj shumë për prezencën, je gjithmonë i mirëpritur. Ardit, e mbyllëm në një mënyrë pak më ndryshe, sepse tek e fundit debate bëjmë, por nuk kemi pse ta degradojmë bisedën, apo jo? Pa disë. Faleminderit shumë Besart, faleminderit shumë për prezencën, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.